Prej gabimeve që bëjmë është që besimtari, studenti, lë mënjan anën shpirtërore dhe besimin. Pra nuk kujdeset. Dhe mos kujdesja ka shumë arsye, po një nga arsyet që është normale, që nuk është të thotë elhamdulillah ne jena musliman, falena, agjërojmë dhe mendon se me kaq e ka kryer. Dhe lë mënjan funizimin e shpirtit të tij, e zemrës së tij, me ato gjëra që e bëjnë që gjithmonë të jetë e gjallë, gjithmonë të jetë e ndjeshme. Nëse dikush do të vi tani dhe thotë elhamdulillah unë e hanga dregën, kështu që s'ka nevojë për darkë, po edhe nesër s'ka nevojë, po e pas nesër s'ka nevojë se kam ngrënë një vakt mirë. Si mendoni ju? Ka nevojë ajo? Patjetër që ka. Organizmin që ka vënë Allahu subhanahu wa taala do filloj të japi sinjale që uria shpejt, sepse nuk po, trupi ka nevojë për ushqim. Dhe elhamdulillah njeriu e kupton që ka nevojë për ushqim dhe shkon tek tavolina, në varësi të mundësive furnizohet. Po kur shpirti ka nevojë për ushqimin e vet, shumë herë ne nuk i kuptojmë ato sinjalet. Dhe neglizhojmë, themi elhamdulillah në rregull. Dhe ajo uria vazhdon shtohet, gryen derisa ta çoj shpirtin e njeriu, po e krahasojmë me trupin e njeriu, në një sëmundje. Që i thon sëmundjet e keq ushqyerjes, apo jo? Dhe po e la shumë mund shkoj edhe në vdekje. Dhe ti akoma nuk e ndjen. Pse? Sepse ato që çojnë sinjalin nuk funksionojnë. Pra nuk funksionojnë dhe si rezultat ti mendon se elhamdulillah çdo gjë është në rregull, po shpirti është të vujt. Pra kur them shpirti kam për qëllim anën shpirtërore, besimi, zemra e njeriu. Dhe ndoshta kur të kujtohesh do jetë shumë vonë, ose është e vështirë që ta ringjallësh kur i themi ne, ose kostua shumë e madhe.